i bëjnë bashk me pasardhësit e tyre, duke mos u munguar të parëve shpëlimin e tyre. Çka nuk kupton këtë vëllazër? Kë nuk kupton se nëse për shembull prindi, baba, nona është në nivel më të lartë në xhenet, ndërsa fëmiu, djali, vajza mund të jetë më poshtë. A plotësohet begatia e prindit mu kënaq vetë në xhenet e fëmiu më poshtë nuk e sheh? Nuk plotësohet. Natyrshëm e lipa. Allahu xhallahu ala ja u plotëson edhe këtë pjesë. Apo duke i ngrit këta poshtë më ata lart. Zakonisht ndodhe kundërta. Apo unë do me pa zbriti pak më poshtë, e sheta i shkon nalt. Allah i ngrit këta të poshtit me ata nalt, që t'jenë zbashku në koltuqet e radhitura, në pretim të knatësive. Nëse është gruaja më lart, burrin e ngrit. Nëse është burri më lart, e ngrit gruan. Nëse është djali më lart, vajza më lart, i ngrit prindërit. Këto relacione gjitha funksionojnë në bazë të ajetit që ka përmendur Allahu azza wa jalla. Ai që ka pas breng ku e ka djalin, ku e ka çikën, ku e ka gruan, ku e ka burrin, ku e ka familjen, apo që ajo breng ka më shpërbly nesër di gjykim me kon bashk, se e ka pas gale për ta. Ai që se ka gale, a besojnë, as besojnë, a falen, apo se preton këtë mangësi as në xhenet. Andaj mas barë me breng, nëse do me kon bashkë me familjen, duhet të kesh gale kënë. Këto Allah s'pëllat, ata që i kanë pasu në shije në veshje, që shut pa vesh baba, që shut dhe djale ka pajsë mu vesh, as në vesh, as në shim, bi iman, ata që i ndjekin gjurmët e prindërve tyne në iman. Do në prind kanë qenë në iman, prind kanë qenë besim, prind kanë qenë në udhëzim, e i ka njëk fëmija në këtë. Dhe kjo që është javit më rëndësije. Para brejnë nga dyta, të jesh shembull për fëmijën tënë. Është më rëndësi shumë, që fëmija me pas çka me marrë nga prindi ti në shumë aspekte të jetës. Që realisht prindi është modeli i parë i fëmijët. Pastaj normal, shtohen modelet, se rritet kapaciteti i kërkesave këtu më radh normale është apo. E ka pastaj në një aspekt një dietar, në aspekt e ka një sprish punë, po mbetet boshti i modelit prindi. Sot për shumë fëmijë besimtar, vajza e djem, është fatkeqësisht prindi, nona e baba nuk kanë shembull. E Allah i kanë qenë shembull, i kanë njëk gjurmë të prindëve tyne. Çfarë gjurmë po lënë mas veti që me njëk fëmijët e tu? E kjo është ajo që e ngrit përgjegjësinë e punëve tona. Nuk o puna veç ti, apo sikur sa ajo proverba që apo djali me babën që kanë bashk, e i ka thonë djali babës këqyr birjem ku po shkel, ka më babë këqyr ti son mas teje po shkoj apëtën, apo nëse rëzohesh ti nuk o më rëzu, ti këqyr, unë s'kam qa këqyri, po të qyri ty apëtën. Andaj fëmija të qyrin ty ola, ku po i qëtë kom ti, andaj ma e përresin, jo që për veti, më stoj jena adapte, gjuna i voglim, jo kështu, këqyre gjdo më ka, gjdo lëshim, gjdo ju sërgjistet, realisht e cungan të qenët shembull për fëmijën tënë. Për andaj, sillu me përgjësi, sillu me sërgjistet se je në sytë e fëmijës tënë. Ajtë për cilë, ajtë shikon, qysh po silës, qysh po i përgjishë Allah të azogjelë, qysh po nështrosh, po një badet, kjo më rëndësi shumë. E ecë o të beat të mdurrjetum, i ndjekin hapa të tyne, familje të tyne. Ka breng, o shembull, dhe ka edukim në iman, e ka eduku në iman. Nëse ki babën e fort, po kry ka punin në heret, apo? Qysh ka kry në dunja? Babën e fort në dunja, kry në pun. Babën e fort në heret, edhe ati kry në pun. Në gjithë pun babën të kry në pun, a qështë? Ja, nuk ka qështë. Të nërëzër, Allahu Gjellë Ora këshikani ka përnojnë fillim, gjennetin o naim. E janë dy, gjennete, që janë dregje, dhe përjetimi i knasive në gjennet naim. Janë dy. E thonë fillim që janë dy. Allahu Gjellore i bashkon familjarët në dregjet për bashkët, që t'jenë bashkë, që ata që në manalt të përmbushin me shpërblim me prezent e familjarëve. Ndërso në përjetimin e knatësive, se cili me nivelin e ti të shpërblimit të veprave të tjepër. Andaj përjetimi i knatësive në gjennet është në bazë të veprave. Ndërso dallimin e dregje mund bëhet si pasojë faktorëve, dëshmë sikur se është shefati, ndërmjetësimi, sikur se është për shembull prindi e thirr djalin, djali babën e kështu me radhë, këto drejtë devizin,
por nuk e ndryshojnë përjetimin. E Allah është ai që u mundson apëtan, dallimet. E kemi marrë atë surja Mutafifin, apo Rahiqun Maktum, vije pije posaçme nga Firdausi në gotat e njerëzve të caktuar, jo gjithkujt apo. Ata më kanë më një sofër, po dikush pin Rahiqun Maktum e dikush pin Mizajun min teslim, përzim me teslim. Dhe të pinë njëjtë, ama njëri është Rahiq Maktum, njëri është teslim një. Këto varësisht nga veprat, nga sa do të tha kullu mrin bima kasaba rahin. Çdo njeri është peng i veprës së tij. Andaj vepra mbetet për të caktuar si kryesor në përjetimin e shpëlimeve në xhenet.